Hej, o djele Hanzen këtë dhe, nën Kosovën ku kam le. Nëse Lenin gjyst, nëse i tradhtoni shokt, nëse vriti pa luftu, haram tha gjiu ju qoftë. Ja kena majt fjallën nonës dhe më hanë nga fillimi deri në përfundim të luftës asnjëherë si mi largu. Kur. Nona me vrasin e vllaut, ramin e vllaut, asnjë pikë lofti se ka qitë kur. Shumë kujti, thaj ki po dhe neve, o birë, me përmen në bislimin, e 200 plagasën, tha kjo është marrë për neve, para familjes Jashari e para shumë familjeve të Kosovës që kanë dhënë ka 30 antarë. E kanë marrë një bojler edhe kanë mush me trotil, me autoblind, se ka pas trotil shumë, bëgajte me mush bojlerin, ka shku komplet për pjetë, me komplet skuadrën. Është ndëgju komplet në atë pjesë denjë prezren fuqia. Aty morën frikë të madhe forcat serbe. Me 15 gusht, i pa të mvrojnë një 7-8 polis, me një lagje të Bllacës kishin hi me plashkit. Dhe kemi rrethu rreth një shtëpi dhe kemi marrë komplet armatimin. Atë ditë është vra një major Zoran Gjurgjic nga Apotini i Niqit, me 30 mars në mramje. Dikun ka ora 5-6, tu të rru, se kemi ditë që është major, 2 metra i madhë. I shka kapiten, e kish marrë gradën e majorit me 25 gusht në natë detë në qatë ditë që vraj Ismet Jashari. E kemi gjetë edhe një polis, ushtar polis, dhe më thonë, e kemi gjetë me një kotest pulov, që ka dhonë shpirt, kupton, se tregova aty s'kan dita s'ka mja majtë. A i thaj kësëm vret pushka shqiptarët, atë ditë është vra Miloshi, shumë tjerë, shumë Milosha tjerë. 100 metra që ka dalë për shtabit, i ka ra granata dhe është vra. Gruja Bas Shaban, nana Kadriut, kur se harroj. I drejtu me fjallët, o i miri nanës. O i miri nanës tha, kur ma të mirë s'të kam pa. Mirë mrama, unë jam Zener Zekolli nga fshati Bllaci komunës Sarekës. Gjatë luftës kam qenë komandant bataljoni, një herët pas luftës kam qenë komandant i gardës në trupat mbrojtës të Kosovës. Familja ime rrjedh një familje adhetare, familja Latif Ali Beslimit nga Bllasa Therandës, një herët edhe gjyshi apo dajt e mi të fshatit Kravasarit, komuna e Malesheves, një familje njohur adhetare, kështu që jemi frymëzuar nga të parët tanë, nga prindit, nga dajt, nga prindi, jemi frymëzuar për atë dhe. Në familjen tonë çdo herë ka qenë primare atë dheu, ka qenë primare liria. Unë si nxënës si shkollës fillore kam kry në fshatin Bllac, shkollën fillore, pastaj gjimnazin jetarej në Sarek dhe studimet në Prishtinë në Fakultetin Filozofik Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Jam gjenerat e viteve të 80-ta, ku demonstratat e para të 81-tës, pjesëmarrës në demonstratat e vitit të 81, kam qenë si maturant. Pastaj, angazhimi im kombëtar adhetar nuk është ndalë asnjëherë, ashtu edhe në studime me shumë shok të idealit, por erdhi
vitet e 90-ta, ku gjithçka u sipërmu nga shovenistët serb, nga Serbia, edhe mundoheshim të mirëm me aktivitetet ndryshme, por u pa se liri pa gjak nuk ka. Vite 97 vetëm kam dëgju për celulat e UÇK-s, pas ramjes së jasharëve me komandantin legjendar Adem Jashari, ne si familje u angazhuam që të radhitemi në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Që nga fillimi i marsit pas vrasjes së jasharëve, spari kam shku me disa shok dhe vllazën në Likovës të Drënisës, kur nga ona ju nuk kishen dhe asgjë, dhe aty kemi fillu dhe kemi marrë instruksionet e para për me i formuan shtabet, pikat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në mars 98. Pastaj kemi ardhur në fshatin Bllaz, edhe kemi filluar angazhimet me shumë shok të fshatit, të rrethit. Si fillim, kemi qenë me njësitin Lumi nga Malisheva. Me 29 maj kemi dalë haptas një fshat ku kufizohet me komunën e Sarikës Bllaz. Pastaj pas një jave kemi kalu komplet ai njësit në fshatin Bllaz të komunës Sarikës me 7 qershor 1998. Si maturant në 81 e kam kryer gjimnazin, po sa kam kryer gjimnazin në qershor, në tetor 81 më kanë marrë ushtar në ish Jugosllavi, në Kroaci, sa i kam bërë 18 vjet, pa ditë asnjë fjalë gjuhën serbe, sepse në rrethinin ku jetoj unë nuk kemi pas serbe. Kështu që kam pas një huri ushtarake, sepse ne si shqiptarë çdo herë kemi qenë të interesuar për sa i përket ushtrisë, sa i përket armatimit, edhe pse kam konkuruar një 2 herë për më shkuën në akademi të Jugosllavisë atëherë, por s'm kanë pranuar se si familje pa përshtatshme kemi qenë. Domethënë nuk i kanë pranuar këndo, kështu që kam pasën njohuri, kemi pas njohuri edhe për armatim, se tregova se i kemi majt ilegalisht, kemi pas edhe armë çdo herë, kemi pas armë ilegale, kështu që kemi qenë të frymëzuar edhe për armë. Unë dëgjova se është një shtab në Likovë, ka qenë edhe një fshat i vogël, Plozhin quhet, edhe spari i mora 2 bashkëfshatarë, shku me që ndihma, edhe me pas situatën si është. Shkum, pastaj i takum disa ushtarë, herën e dytë e mora vllaun, Bislimin, që tash është heroi i kombit, vlla i madh, një vlla nga Italia Rizahi, edhe 2 shok të fshatit, Isuf Lumën dhe Ugo Razivën, edhe shkum Likas. I tregova që kam qenë para një jave, ka qenë rastësi që jemi taku me Hashim Thaqin, me presidentin e Kosovës. Hera para të kam njoft, pseudonimin Gjarpni, ka qenë një çuniri atëherë, edhe nga ajo kohë kam fitu një simpati, sepse shumë i sinqert, shumë modest. Edhe kur se harroj një fjalë që në ka thonë, se na kur shkum pas një jave, na shkum me armë tona, për mojnë kuadru direkt. Tha ne Ndrenis kemi fillu, s'di deri ku do të shkojmë, pak ishte edhe një lloj e me na mat pulsin sa jem, tha, mundi me shku atje ku jeni me punu, si keni stat, na tham kemi ardhur këto dhe nuk do të shkojmë atje. Atëherë pa vendosmërinë tonë ta shkoni, edhe filloni tha propagandën për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, domethënë pro Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Atëherë kemi shku, po tha, sepse në Bllaca është një fshat i madh i komunës së Randës, po me një fshat aty si qendër duhul, non stop aty kanë qenë baza e
Policisë serbe edhe nalt mbi fshat tonë Çavdulës është një kodër. Aty kanë qenë baza e ushtrisë serbe jugoslave. Atëherë kemi dalë me maska të maskum në për fshatra, në rrethin, fshatin tonë, me tregu se ka, po që kë, kemi pas simbolet, me rrobat zeza, me simbolet të qëkës, me armë, me një formë, mi jo hjek frigën popullatës që ushtria shlirimtare e Kosovës është edhe këtu. Në atë kohë, shumica kanë qenë pa uniformë, se s'ka pas uniforma. Thjesht, kush ka mujtë ndoj këmish zene, simbol të qëkës, edhe po e di mirë se ka pas një armë brezi, revolet, tjetër s'ka pas me një tavolinë aty, të shtabi, po një pritje shumë e sinqert, shumë mik pritje e mirë, nga aty të një dhe imi njoftë dhe gjatë luftës, non-stop. Në kanë dhënë një llogo të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, sepse njeriu në jetë ka njëherë nuk do të me qenë modest, po do të me tregu realitetin. Na jemi familje e madhe, atëherë ishëm 30 antarë, isha i martun, e kam shti gruan me nej qindis. Edhe ne kanë qindis, edhe i blejtëm disa bereta, që kanë qenë të zezat, kështu, nga një simbol, edhe simbol kraj ka qindisën, kurse maskat ne i ka maru me mangë të gjemperav. I ka rregullu, do më honë e ka rregullu shoqja ime. Edhe ka qenë interesant se tani shkoj shumë ndërkohë në Drenicë, natën, ka pjesa Maleshevës ka qenë ma lirë. Prindi na ka vdek natë 6-ën, kurse do më honë babaj, kurse nana ka vdek para dhe vitën 2015, një ka përjetu gjitha ato. E kam pas nanën, thashe vajza Asman Gardalës. Asman Gardala është njeriu i cili para 70 viteve ka bajt abetaren nga Shqipëria për zhdukjen e analfabetizmit me prindin e Nezhmije Pagarushës. Pagarusha me kravasaria nafër. E kam ende abetaren e cila ka mësu nana ime shkrim lexim. Në Shqipëri e kam abetaren. Edhe ka qenë tipike një malsore, një nan me gjitha tiparet e nanës shqiptare. Unë e vllavë ma i vogël, edhe erdhëm njëherë nga Drenica, erdhëm në mëngjes herët, po kjerë ishtë kejt baltë, laqë, rrugë të këshia, edhe morë të zenel, tha, ullu me nanën këto. Ku jini, tha, ku jini kanë? Tha, është nanë të dëshok në këtonë, se fshati është i madhe. Jo, brebirë, tha, nuk bënë të kjerë i kështu, tha, të në këtonë, tha, unë e ditë tregom ku jini kanë. Thash nanë në Drenicë. Tha pse? Thash imi vesh ushtar të qëkës. Thash shumë mirë me nanën. Po kini kujdes, tha. Zini pritat këto, tha. Mos lëvizni shumë rrugëve, tha. Me ramen a i prit. Tha po pas ki fillu, tha, nëse e lenin gjystë, nëse i tradhtoni shokt, nëse vriti pa luftu, haram, tha, gjiu ju qoftë. Edhe ja kena majt fjallën nanës dhe më hanë nga fillimi deri në përfundim të luftës, asë njëherë si mi largu. Kur? Nana ka qenë krenare çdo herë. Do të flasim edhe për dëshmorës, se kemi 8 dëshmorë në fshat, por nana me vrasin e vllavët, ramin e vllavët, as një pikë lofti se ka qitë kurrë. E ka pas një shprehje, se në 6 vllazë, mi ka tash jem 5. Shumë kujtje, tha ki po dhe neve, o birë, me përmen në bislimin, e 2 që jem të plagasën, tha kjo është marë për neve, para familjes Jashari, e para shumë familjeve të Kosovës, që kanë dhënë ka 30 antarë. Kemi qenë me fat, thojke, edhe kam qenë me fat, që kam rrit
djem për lirit të dheut, dhe që s'paku një djalë ja kam dhënë kësaj toke. Asë njëherë nuk është likështu, asë njëherë, deri ka shku në të botë. Tërgova që kemi dalë me maska 1-2 muaj, të bisedu me banor, po unë kam punuar në arsim nga vitin 19 dhe 98. Edhe fshati më ka njohë gjithë. Me 13 vjetër më ka njohë fshati, se kam punuar në Blac. Unë nuk kam guxu me fol, sepse ishte ajo friga se ende ishëm për përgatitur 4-5 veta. Vëllau që erdhë për Italije, ka qenë Itali, lëshoj Italin, erdhë, a i folke, po folke me gjuhë, me gramatik, pak si Shqipnisë edhe nuk e dallajshën edhe thesh nishin Shqipnisë. Kemi dalë në për fshatrën, fshatonën. Po atje në Likovës, pastaj kur shkojshëm ndërkohë, jam taku edhe me Ismet Jasharin, komandant Komanova, Haxhi Shala, Haxhi Topi që i tojshëm, edhe Fatmir Lima. Unë si kam njoft, edhe pse Blaca me fshatin Baj, i ka 2 fshatra në mes neve, edhe ata erdhen pastaj në Kleshk, e hapen njësit në Qeliku, tani na ndërkohë i kishëm kontaktet me ta ma afër. Me 29 maj 98 shku në Kleshk, edhe ka kemi ardhë ne në hymjet fshatit Blas, një fshat të me qinë quhet, ku është kufini i komunës të Malishevës me Tarandës, kishin dalë një siti lumi i Malishevës. Dhe me tha, me 29 maj ka dalë dikon ka hora 2-3 pasdita dhe kanë zanë rrugën. Na me makinë erdhëm edhe i pom do që i njofë shumë do njerëz dhe shko do të bani tash na nuk dashtë me qel pik. Ishtë në fshatit ti me qinë me qel pik me njëherë në Blas. Një javë kemi nejtë aty, pas një jave kemi dalë në Blas sepse dohla, qafa dohlës është kodër, në që dhëmë, po dohla ishtin bazat e ushtrisë serbe edhe të policisë. Edhe dikun vija erore 400-500 metra e kemi zënë pjesën e fshatit me 7 qershor 98. Kemi fillu pastaj angazhimin, aty kemi qenë shumë ushtarë si fillim, dikun 5-60, kur janë bën dhe ditë mbi 300 ushtarë. Fshati Blas është një fshat me tradita kombëtare, adetare, mikpritse, bujare, kulturore, gjitha i përfshin si fshat. Ne jemi frymzu dhe nga heroi kombit Ram Blaca, që kim të fshatit, pastaj nga rapsodi i mirënjohur Riza Blaca, pastaj kemi pas adetar të fshatit që nga koha lidhjes Prizrenit. Prindim Ali Beslimi ka qenë bashkëluftëtar i Izbuletinit. Në rrugtimin për Vlorë ka fjet një natë me gardën e vet në shtëpinë tonë, në kullën tonë. Është një shkrimtare Suleiman Krasniqi nga Krusha e Madhe, ka qenë i aratisën si Dervish Shaqa në të kohën në Shqipni. Suleiman Krasniqi ka shkru veprën për Azembeta, Izbuletinin, Bajram Corin, që i kam lexu si i ri ato vepra, edhe më ka interesu kur kam lexu librin Izbuletini, shkruan të thot Izbuletinin një natë e banin në fshatin Blas të Lumthatit, Suhareka e quhen Lumthat ai, po edhe plesh tregojshin që ka bojt nodën tonë. Po tani si për simbolik të asaj që ka nejtë Izbuletini për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipnisë, unë kam qenë vetë i 100 t'i kalorës, ndoshta i ki pa kalorës, kanë qenë shëmizat Mitrovisës edhe një 5-6 shok Blasës, kemi shku me kual për 100 vjetor në Vlorë. Në Blas filloi lufta, thash me 7 qershor,
Njerëzit në atë fillim ishin aq entuziast se nuk kishëm mundësi edhe me i furnizu me armatim. Po disa, si na që i kemi pas për vitën 19, tregova që kemi ble, i kemi pas 2 armë, dikush kishte një revolver, dikush një purgë gjatije, dikush, po aq ka qenë vullneti i madh sa që shpesh nuk mujmë edhe me përshkru. Po një thanje një generalit thot, ma i fort është vullneti i një populli për liri, se sa armatimi më modern i një anmiku. Prandaj, ne e dim se s'kemi qenë të përgatitur për luftë, sa i përket armatimit, por atë luftë, atë vullnet e ka ba populli. Luftë vullnetare, luftë shkrimtare. Fillum me hapjen e istikameve. E kemi në atë pjesë ku kemi dalë në Blas, është një kodër quhet Lagja e Bajraktarëve, kemi qeli istikame na para borës shtëpia. Ujësjellësi ka qenë aty. I kanë prej gypat e ujtë hull dhe kanë ba edhe ujnë aty. Ka qenë qërshor tregova, tash 27 vjet i bjen, së dashti 4, do me thonë, edhe 3 ditë ban 27 vjet. Ishte edhe koha e livadheve që i kositin, sauna që i bojnë stokë që i thujnë, ka ndodhë për mi bunkere kena maru stokën, edhe mrapa me hinjati. Gjetëm rrugë për me shku për Shqipni. Shkoj një grup e parë në pjesën e Hasit. Hasi i Kosovës e Hasi, ata janë një Hasi Thati, të në nejnë Krum, Vlahne, shkoj një grup, erdhen me armatim. Pastaj e gjetëm korridorin nga Malisheva për me kalu drinin Kralan, është një fshat në komunë Gjakovës, Këpoz, Glëgjani katolik, vi thëri, si na shqiptar jem, Glëgjani i Deçanit, i Haradinaj, pastaj Kasuka Babaloqit, Junik, Rase Zogut, Jasesh Naltë, dhe me thonë, pastaj edhe vetë kam qenë, edhe fillum me armatos, deri sa erdhë ofenziva e Korrikut. Me 16 qershor, se kam qef me fillu kronologjikisht kështu për ramën e dëshmorëve, me 16 qershor, na dolen me një pjesë për balë Bllacës, forcat serbe, edhe shkoj një skuadër i dul për para, edhe ra dëshmori parë në rrethin e Soarekës e të Malishevës me 16 qershor i merë Krasniqi nga fshati Caralloki Malishevës. Ishte do me tha pjesa e parë e ndeshjes me forcat serbe, edhe pse nga një herë gjujshin kështu me snajperkat do gjujtjes sporadike. Ramja para dëshmorit i merë Krasniqi na dha me kuptu që filloi lufta e vërtet. Se deri atëherë, pas 2 jave, dhe me thash, pas 10 ditës që kemi dalë, deri atëherë nuk i kemi marrë shumë serioze në atë kuptimin që do të vritemi. Me 25 qershor, në Duhël, e kemi edhe sot një vëlla Destani, e kemi pas punëtori në vulkanizer. E kanë marrë një bojler, edhe kanë mush me trotil. Bojler të banjës. E kanë mush me trotil, me pjesë të plehurt artificial.
pleh artificial, kur bjen në trup, nuk ka kur gjanë që është në ushma. Atë pjesë, e kemi pas një oficer aty në fshat, një Gjevdet Lezi, ka qenë ish oficer dhe ka marrë pjesë në luftën e Bosnjës, e tregoj që rregullohet dhe kanë rregullu bojlerin, e kanë vendosë senatën forcat serbe u largosh që shkojshin në Sarek me mëngjes në orat 8 vishin. E kanë vendosë të punëtoria dhe kanë mlu me do hekra me bateri, me ndez. Me 23 qershor nuk është aktivizu, sepse ka qenë një 200 metra prej një shtëpie me bateri, edhe kemi mendu se e kanë marrë vesh forcat serbe, atëherë kanë hi natën komplet, e kanë kontrollu kablën, s'ka, domethënë nuk ka qenë e këputën, atëherë kanë provu me një generator, sepse largësia se ka përqu bateria. Po kanë provu me generator vetëm atë pjesën me kapsall, jo komplet bojlerin. Me 25 qershor, ora 11, kanë ardhur forcat serbe edhe vëllau Destani me një ushtar Aser Suka nga një shtëpi i kanë pa forcët ku kanë ardhur edhe kanë aktivizu me generator. Një qënëri si ti, një Blerim Pirku, ka incizu me kamera, se kemi ditë, edhe me punëtori tonë, me autoblind, se ka pas trotil shumë, llogarit e me mush Blerin, ka shku komplet për pjetë, me komplet skuadrën. Është edhe incizimi, është ndëgju komplet në atë pjesë denjë prezren fuqia, aty morën frikë të madhe forcat serbe. Deri me 25 korrek kurs ja kanë mësyn, edhe pse u pa shumë pjesa me ta, me 25, 26 edhe 27 korrek ka fillu ofenziv 3 ditore. Megjithse atëherë nuk ka qenë Radio Kosova lirë, po mbi gjitha sipas lajme edhe të Serbisë, dhe më tha është raportu se është pa, ajo pastaj ka shku në Euronews a incizim. E këna quat kaset për mes ushtarëve në Tiranë dhe Euronewsit, Euronewsi zakonisht e ka qitë pastaj. 25, 26 dhe 27 korrek. Ofenziva në gjitha anë të Kosovës, është luftu shumë në afërsi të madhe, por bunkerat, istikamet kanë qenë shumë të mira, se që edhe Beogradi ka pas qitë në atë kohë, janë plagos 2-3 ushtarë, asnjë s'është vra. Është ty pjesa e Laposhnikut, pjesa e Kievës edhe pjesa e Rahovecit. Ka ardhur urdhën me u tërhiq. Jemi tërhiq, kemi shku në lagjen tonë, Zekolli, ku jemi dikun rreth 100 shtëpi, jemi në periferi një fshatin Gucat. Pjesa tjetër e ushtarëve të Malishevës kanë shku në fshatin Nishor të komunës Sarekës edhe Gajrak të komunës Malishevës. Ne pastaj ushtarët e Blllasës kemi met një kompani e vogël, 4-50 ushtarë, deri në ofenzivën e Gushtit. Me 23 gusht, forcat mëdhaje policore ushtarake serbe se pythojnë nga njëherë paramilitare. Nuk ka qenë paramilitare, po kanë qenë taman ushtrie e Serbisë dhe policia e Serbisë. Zbashku me paramilitarë. Atëherë kanë fillu ofenzivën me 23 gusht natë 8.
Atë ditë, tanë ditën, kemi luftu me ato forca, Ministri Dragosht Kara vllau Bislimi, dëshmori i pari fshatit Blac edhe banori i parë, dhe më thonë, s'ka pas marteras, pas i merë Krasniqi që ishte nga fshatit Sralluk, dhe më thonë vllau Kara, Ministri Dragosht 98. Ka met me një oborë, sepse ka shku ndim të vllau Destani, cili ka qenë me një skuadër ushtarësh. Atë ditë kanë luftu në atë pjesë se kanë pas Destani atë ditë e ka këpyt grykën e tankës, për këto shka po flasi kemi gjitha, s'po flas për men, që kemi edhe grykën e tankës, po kur Kara Barkaz, instinktivisht kam të mrapa, pa kështu në atë pjesën edhe flaka e mërtajës ja ka ro kamët. Edhe thët atje e pash se rruga drejt, e pash që tankës i dul, timi e flaka, por nuk e di shkam gjatë më kënej. Edhe bjene e ngrejnë në shtartë e futën me një barë, dhe më thonë plagosat dit, e Bislimi ka shku ndim rreth një lumit, edhe atë që ka ardhë për shtati se lumi nuk ka ujë shumë, edhe vera ishte gusht, taman pjesët dhe këtu i ka po shtartë mrapa, edhe atë ditë rënë ka shku të gjuhën, për me mës mi shku mrapa, vllavët me skuadra që ka, edhe në gjitë me një kodrë, mbi një murë ka gjuhat të tonë ditën, edhe kanë gjuhë me tanka, me granat, edhe aty është zhura Bislimi, po kur u të bu mramje, gjithë i shumë mirë, Bislimi ku është, basi Bislimi thashëm se ka qenë ma i madhe vllau, unë i vogli, jam 45 vjeçari ka pas kur është vra. Thamë, ka hio nej, tha se kemi pa, atëherë kemi dalë natën, kemi kërkum. Të nesërmën, me 24 gusht, në kanë hypë forcat serbe mbi lagjën Zekolli, mbi Blac, janë fut ka pjesa ku ka qenë Ismet Jashari, Komanova, edhe kemi një luftimet në altë. Unë e veti 5 shok, kemi shku për pjetë, me ndalë në dim Ismet Jasharit, atë ditë, rreth orës 11, kishin ra 3 dëshmor aty, nga një Krastrati, nga një Kofsi i Drenasit, Nohi Mazreku nga Goriqi i Malishevës, edhe Mentor Buqaj nga Ladrovsi i Malishevës. Në atë kohë ne kemi qenë pjesë pas korrikut ju bashkum një qitit Qeliku, do më thonë Ismet Jasharit, komandant Komanovës, i cili ishte Javor Lozhnicë. A ditë janë plagosë edhe shumë ushtarë, por ne 5 vete kur kemi dalë, vetëm kishë përfundu gjithë shka aty. Edhe është rruga gjanë, kemi hasë direkt në forcat serbe. As 50 metra si kemi pasë. Atëherë kanë gjuhë ata, unë i kam thirë me zanë që mos janë tëndë, uniformat nuk kanë pas ndaj simbol, se u kom po e di që kanë pas uniformat ushtarake, kështu e policore. Atëherë kemi gjuhë dhe na, një shok im, u Guraziu, ka ra poshtë në rrugë, edhe pjesat e plumë të ardhë, breshrish, sa kanë mu i kanë gjuhë, dom plumët edhe i kanë ra në si edhe në dyset. Kam vrapu rruga gjanë, e kam kapën me ngre, atëherë mu më plumim ka artun, korriz edhe ka dalë nej. 2 shok tjerë, Isuf Lumi, Bashkim Lumi dhe në Besopaj,
ne bimi bashkim në largun, se instinktivisht njeri largohet normal. Petrash i sufin e vetëm i shko të e lidhë se këto e ka rokën, e ka pas një automat me 40 fishek krahëroj, edhe atër i kishë më shu këtu gjako edhe në kom. Pa dit një vëlla që ka qenë komandant kompania Rizahi, a që ka Italie, na i pa dha disa robe veshjet mrenshme, majica kështu, edhe i to e lidhë komën, i shplagos edhe ai, domethënë tret, atëherë ka ngajtën, ajo shtarin e Bisop, e ka tërhje kukën. Një automat në met në rrugë, një javë për para me 15 gusht, i pa të mbra një 7-8 polis, me një lagje të Bllacës, kishin hi me plaçkit. Dhe kemi rrethur rreth një shtëpi dhe kemi marrë komplet armatimin. Në atë situatë, u ka tha automati me atje. Se tash pjesa malit ishte poshtë leja automatin, tash s'po në vynë. Tani në kanë ndihmu bashkim Lumi dhe një Bisopa, 3 veç ashtu, gjakderat madhe kemi pas temperaturat larta, 24 gusht, 2 orë kemi hisë kam. Deri me një fshat në Gocat, ka në shtafër atje, aty në kanë dhënë ndihmën e parë, në kanë qu për Pagarosh spital. Jemi shtri në spital me 25 gusht, me ngjesin 25-tit, Ismet Jashari me një skuadër, komandant Komanova, ka shku me tërhjek në Himaz Rekun edhe Afrim Bushin të cilët kanë me të të. Edhe është vra Ismet Jashari, bashkë me një bashkëleftetar Habib Zogajn. Natën e 25-tit, Destani vllau, që tash është plagos në kom, i ka thirë kanë 10 natës do shtari, ka tha, dale me kërkoj mos pëgjajnë Bislimin. Unë se isha në spital, fatkeqësisht ka pas edhe propaganda, jo kemi pa Bislimin e kanë ngrej zhak tanke, jo ashtu, jo kështu live, edhe ishin dëgjajshna, s'ishtë problem. Me 25 gusht, me ngjesin 25 gushtit, tregova që është vrajs me Jashari, me një ushtar tjetër, Habib Zogën, të i tërhjek ata dhe kanë mitë dhe ata, aty s'kanë mujtë mi tërhjek. Në omen 25 gushtit, Destani ka marrë 3 kushenit tonë, ushtarë që kanë qenë aty Zëkoll. Nuk e kam ndërmend me përmen emne, po çka të mbjen nërmend do t'i përmeni, ka qenë Sadik Zëkolli, Shefket Zëkolli edhe Mërtez Zëkolli, ushtarë. I ka marrë, ka shkojmë filan ven, në bërë të Recep Goraziut, një mësus ka qenë, është gjallë regja. Se kam pa dit, kanë gju, kur kanë qenë këta poshtë me skuadrën, i kam pa që kanë gju shumë policia serbe në atë pjesë. Edhe mos ka qenë Bislimi që aty. Kanë shku kanë 10 natës e kanë gjetë Bislimin. Ka qenë komplet në këtë pjesë i qanë, armen pushk, gjysëm automatike 10 që kemi ta, e kemi sot vetëm një plom me kamerana, 2 bomba, njëna është e pakërstin, do më tha ka pjesën e dëmtoni, po që është, revolja edhe një thikë, do më tha që edhe Bislimi. Kanë shku në shpe, kanë marrë një dert, një dhome, kanë marrën pjesë kazma, ka të një dhe kanë shku, se pjesë janë vërrejzët e Zëkollëve, kanë vërrosën. Ta në natën, edhe ka e vërrosën, më tha natën gjush në policia, të mendu që janë të qeli stikame. E kanë vërrosë Bislimin, familjen që kemi pas 30 antara ma shumë i ka, në atë kohë tash jemë dhe ma shumë, i kemi pas të dajtë në Kravassari, në mëngjes ka shku Destani edhe i ka tregu nanës që Bislimin e kemi gjetë, kemi vërrosë, edhe ka arë në spital, më ka pa mu bashkë me ata shokë dhe shumë tjerë që ishëm, spital është tarak në Pagarosh. Edhe ka hi shumë i qetë, me armë kra, ka në 10 mëngjes, në pyti që shine e një ma mirë.
Pe pyet në të shok, ta ke marrë vesh diçka për beslimin, tha po, kemi varros, pra me kemi gjetë, filan vend e kemi varros. Lavdi, qovë gjithë lavdi, edhe të është shka ishën plagos në të ishën me një salon, ishën një 20 vetë, dikona ma shumë. Po më ngushtlojnë mu, s'ka nejtë ma shumë se 5 minuta, dhe stoni tha heson për blacë. Kam qenë me një shtëpit, një familje krasniqi shumë, familja detare. E kam kërku një qifteli, si ka shku destani. Se jam edhe rapsad. Se e pas që shokët pako mërzitën, edhe kam marrë një qifteli, jam ullë, kam knu, rrafsh 2 orë. Shtrohet pyetja pse kam knu. Të mësu histori, të ndëgju ndodhi, gjitha ato, të prindet tanë, babalarve tanë, pleqve tanë, mësusëv tanë, profesorëv tanë, historianëve, ishte hera e parë që populli jonë u mobilizu i madhe i vogël me luftu për vete, sepse ne kemi luftu edhe për të hujt. 25.000 shqiptarë kanë ra në vitin 1913-1915 në luftën e Çenekalas. Na kanë ra për ish Jugoslavi, sa djemt, deri në Span kanë shku me luftu. Ishte hera parë që luftonim si popull i gjithë territori i Kosovës. Jo si në kohë Zembetës, veç një pjesë. Edhe kam knu 2 orë. Këngën e parë që kam knu, djele hanë zenë këtë dhe. Në Kosovën ku kam le. Hej! O djele hanzen këtë dhe, në Kosovën ku kam le, ku e në rovas pari hapin, ne këto shkrepa të përgjakun, kam pi ujt e kësaj toke, bashk me lot e nanës loke. Ka qenë një plak baba ju Goraziut, se rike me neve, se u ka qenë në synë, 2 sytë. Shumë ranë ka qenë, ndjes pas ka qenë një përkras i lutës i ka pas 2-3 dje moshtarë bashkë me neve për panimin e ukën. Kanë kontribu si familje shumë. Mbas se ferë rike aty me neve. Edhe kërë më kanë dëgju të kënu, ka dalë poshtë dhe të full me do njësë. Ka thonë le që ju vra vlau. Kjo plagu, po ndoket edhe sa është mirë atër, nuk sa të kënu me qirteli. 80-ën, vëllau i dytë, Qamili, se baba Latif, me nënën Fazili kanë pas 14 fëmijë. Latif Alia ka qenë djali Hasretit, prindi jam. Gjyshi im ka qenë gruën e pare ka pas të familjes Salish Shabanit Kabashit, që ka vra Spir Kapetanin, që kënë dëgju në kongë. Nuk ka të rëshëgu djem, vetëm vajza. E ka pas një baxhanak në Maqetev të familjes Besim Drejcës. Edhe baxhanakju për me shtu hisën që shtojnë, ja ka dhanë vajzën baxhanakit vetë. Dhe më tha gruaja parë, bia Salish Shabanit, e kanë zerë qikën e motrës për burd vetë. Afer 60 vjetë, nëna fatë që e kom majtë men, se nënën Shrife, se kom majtë men atë grunë, po nëna fatë 16 vjetë, babali 60 vjetë. Ka lind Latif Alia. Prindi jam. Me 16 ka lind, edhe një vajzë ka lind, po dhe me tha,
Baba Latif ka jetu, është rrit, është martu, me qikën e Osman Gërdale që të regova se kemi edhe betarë në shpi. I ka lind 14 fëmi, printimi, 8 djem e 6 vajza. Printimi kanë pas udhëhimi, kanë pas tragedise, pastaj ju kanë djek një djalë në gjatë të jetën, ka djek 19 vjeçar, kanë pas djekje kështu të natyrshme. Na jemi ka 10 fëmijë, domethënë luftë. Bislimi e vra, kemi me 5 vllazën edhe 4 motra. Vllai i dytë Çamili ka qenë profesor i matematikës. 25 vjeçar në të drejtën ka shku ushtar në Jugosllavi, në Pull të Kroacisë. 2 javë pasi ka shku, 2 ditë pa dha betimin, se zakonisht është dha betimi mas 2 javë dikun, një kapiten i Serbisë, serb, ja ka sha nënën shqiptare. Çamili vllau ka ushtru boksën, ka qenë i zhvillum. Edhe ka bon për spital kapitenin midis kazerme. Me një fjale ka paralizu. Me drun, e me boksa. Është ratis, edhe ka shku të vllavit i Bislimi, si Bislimi ka punu në i madhi, që ka dëshmoj, ka punu në Zvicër 13 vjetë, ka shku në Zvicër për aty në Belgjikë. 19 vjetë e 7 muaj s'ka ardhë kur në Kosovë. Ka bashkëpunu me vllazën e Gravalla, në shpiton ka qenë nëna Aishja. Vllaznit e Isuf Gravallës, Hyseni, Avdyli, që i një gjithë kanë qenë të na, i një atë familje. Nuk është ndalë për 20 vjetë me organizime në Perëndim. Në komplet Evropën me demonstrata, proteste që kanë bërë shqiptarët. Shkruajshin në atë kohë gazetat e Serbisë, s'pecek i serbisht, se s'du me cek, se s'është veni as kohë dhe se kam princip. Terroristi më i rrezikshëm në Bruxelles Çamil Zakolli. Pastaj ran me bab, me nan, me vllazën në pyetje në Udbe, Prizren. E kom pas prindin ka qenë 2 metra i gjatë, me plesht bardhë, me tirqit galëm. Bili gëni herë i thashëm iz buletini. Se neve në kanë qujtë edhe si ku marrë të iz buletinit, ata ish komunistët e vjetër, që të regova rast në herët. E kanë marrë në pyetje në Udbe në Prizren. I kanë thonë kemë më të apru dëvranë si Garvallët. Ju ka thonë para sëve, juve pas këna miqt më të mirë. Udbës, pse? Fatkeqësisht Garvallët ende s'po dihet kush i ka vra. E falendeqëm për më tregoni, po nëse kum di që kam Çamilin qatë zotit, Çamil vlla ka, që piprish ka Jugosllavinë. Thët, po nëse ma bini Çamilin gjenazë, i kam edhe 5 djemë tjerë. Nëse se nxerrin hakun njove që për di që më tregut, kam i vra gjithë. O pështet, tha jo të bashkë, nuk po thamon po shtetja tanë, qështu po tregoj. Kështu që Çamili nuk është ndalë asë njëherë. Iniciativën për me shku në Drenicë e kam marron, jo nga Bllasa, po nga i rreth, kam qenë pak ma entuziast në të kuptimin, fatkeqësisht, edhe kur kam shku, jam këthy, kam dëgju njerëz të thonë, janë shki, janë serbë, këta me maskët të di, po, tani, tërgova që kam shku edhe me vllazën e gjithë. Bislimi, i madhi, Çamili në Belgjikë. Nuk është se ka nalë aktivitetin asë njëherë. Ka ardhë non-stop për i Belgjike të prunë logjistik, ka punu me një fjallë, edhe ka angazhu shumë djemë 3 në pjesë Gjermanisë e të Belgjikës që ka në ardhë ushtarë kënej në Shqipni, non-stop pa ka Dane Cox, ka prunë edhe Barna shumë ka prunë, me një Shaban të Shkupit.
Bislimi, Tregova i madhi, Qamilji, Belgjik, Gania është i treti, i kam mbi 2000 fotografi. Ka shku, ka fotografuar, këna pas si fotoreporter, edhe nuk ja jep as kujt ato fotografi. Pithojmë bacigan bre, o atë djallë të miru. Rizahi 4 ishte në Itali, a e lëshë Italinë dhe erdhe. Destani 56. Një kohë Rizahi ka qenë komandant kompanije deri në fund gushtit. Kur vlau e kanë marrë ukën, edhe një Fatmir Guraziu pa të plagosën sy, e kanë marrë ukën me disa shoka e kanë qu për Zvicër. Unë i sufi metëm këtu, u shërum. Edhe ka shku në Itali në fillim shtatorit, edhe angazhu përsëri në logjistik. Se metëm pa kushte, edhe ka punu non-stop deri në fund. Bislimi kur e vra me 23 gusht, u shpërndajt në atë kohë ofenzivat e mas ofenzivit gushtit, por na nuk kemi dal as një dit prej Vllazë, as një dit, një pjesë e vogël e ushtarëve. Është vesh Drejtoni, djali Bislimit, i dyti është vesh ushtar. Tash është polic. Deri në përfundim të luftës, deri me 12 qershor, do me thonë nuk kemi lu prej Vllazë as një herë. Është vesh me qua manetin e babës vetë në vend, edhe ka qenë dhe në fund të ushtar pastaj. Edhe nuk i kemi pengu mës më vesh, sepse unë shpesh tham shumë më të sigur të jemi ka ushtar që kemi qenë me ramdor se civil që s'kan pas. Fatkeqësisht që mëdhimin shumë, martirët e kombit, dhe me thonë. Kur e ki armën, është ma letë. 2 javë kemi nejnë në spital në Pagarush, i mi këthy pastaj në fshat. Edhe i mi ballafaqu për çdo ditë me forca serbe. Kemi nejnë shpitun të Zekolt, shumë pa kushtar, për çdo ditë. Dal nga dal fillu me të bu ushtarë, so po të në shkep, përsëri. Edhe u formu përsëri në Blas një kompani ushtarës. Deri në fund nëndorit, dikun 120 jemi ba, natë e 8-ës. U emnu komandanti batalionit, Ajet Kastrati, i në Kofsit. Unë ishtë në komandant kompanije pastaj. Me 1 janar, 99 është emnu kompania Bllacës me emrin e Bislim Zekollit, kompania Bislim Zekolli, me thonë kompani se ish batalion, se i kish për me 150 ushtarë. Po me 24 gusht, është dëvra dëshmori 2. A di që mi plagos në me një pjesë Griqevs ka qenë pjesë e Jetullah Qarit Guri, ka qenë një djallë ushtarë i Bllaca. Nej, është dëvra dëshmori 2, dhe me thonë, i Bllacës Mehmet Lumi. Deri natën namën, kur është pagzu kompania me emrin e Bislimit, s'kemi pas ma vrasin në fshat. Një janar natë me 1 janar jam emnu komandant i batalionit deri me 12 qershor natën 6 muaj. Me 30 mars, natën 9 edhe me 31 mars, përsëri ofenziv, shumë e rrept. Fshati Blas është në gjithë me duhull. Kanë fillu me ngjes me gjumë sporadike me snajperka. I kanë pozicionu komplet kompaninë në për istikamen, në të pjesë, komplet pjesa fshatit, edhe kom tha, mos gjuni as një plom, sepse i kishëm pak larg, edhe kanë fillu me granatu, edhe janë fut në përpodruma shpijeve mi fut, banor nuk kishte, i kemi pas një përparësi që
mrapa kemi pas një fshat në Gocat, të dash kemi kalu një kodër për me shku në atë fshat, edhe çdo herë para se mi fillu ofenzivën, i përcillsëm forcat serbe, si fillojshin me lëvizje, dishëm që edhe ju tregojshin banorë më largu. S'ka pas banorë, vetëm ushtarët janë ka. Edhe i këmë thonë, deri të afrohen në afër. Aty në hymje të fshatit, tash e kemi edhe një kull të qykës, është dhe lapidarit të dëshmorëve. Komplet i kemi pas në lloj patkoni, mure me gurë, se ka qenë fshat që kanë pas shumë kështu muret me gurë. Kur janë afru shumë afër, atëherë kemi dalë edhe kanë po të merë forca serbe. Kanë ledhë ushtarë në pravë të blindë, në përtan kanë mujtë me i futë. Atë ditë është vra një major Zoran Gjurgjic nga Potini i Nishit, me 30 mars në mramje. Dikun ka ora 5-6, tu të rru, se kemi ditë që është major, 2 metra i madhë. E kemi pas një djallë 3 të Preshevës, një revolet mirë, një automati morën aty, edhe ja kish marrë koletën, edhe shkumna në shtab, atë djallë në këmë pas si shoqëros. Petrit Presheva, në Zif Morati, ka pas pashtet është në Petrit Presheva, është në Gjermani, është shpesh, kur shkum në mramin kazem, tha, komandanta që tha këto dokumentat e këti, kur pesha major. Ish ka kapiten, e kish marrë gradën e majorit me 25 gosht në natë detë në qatë ditë që vraj Ismet Jashari. Edhe atë natë, kanë hecë forca serbe, kanë latë, të vranë, e ka marrë vëlla me dështarë dhe kanë qitë në rrugë, kanë latë neset e kanë marrë. Atë ditë tonë ditën, një ishtë në Zanësimi, që janë dëshmori majri, i brigadës 16 vjeqarë, Sali Kermeni, kam pas edhe në Zanës, ka qenë kemi pas një tokë që ushtrojshin të atritë. I ushtrojkin një oficer Afrim Bujupi, me i para pregadit, se nuk e di shumë kur kam më kry lufta. Aja ditë tonë, ditën afer meje ka qëndru. E kishë edhe vëllaun tjetër, Salihu kishë ushtarë, Senadin, një bombe ka pas në dorë. Një setër, si jak në kuqezi, kur se arraj. Me i thash 2-3 herë hec, me shku në atë fshat në Gocat, ku ishë familja. Nuk heci. Për me largu pe aty, se i ri, thash Saliha shkon të shtabi, se shtabi në kishëm mrapa, shko thash të shtabi me bjetë 2 bateria se mu kanë hargju të radiolidis. Tha po shkoj. I ka pas dikon për me shku të shtabi pe ati i venit, 1 kilometre gjys, po. Edhe në atë pjesë mos ka pas ka gjanë. Ka shku në shtabi, ka marrë baterijat. 100 metra që ka dalë për shtabit, i ka ra granata dhe është vra. Kur kemi shku në mramje, imi këthy, atë ditë tërgova që kemi luftu në 30 metra, po ju ka arë në befasi, s'kan ditja në pështjel, forca serbes dishën, i më sheshin në tankos, dishën është kam hemajt, majorin e lanë, ato që edhe heshki. Destani ki shku ma heret me dëshok, ta marrë i vranë dikush, po e ka damtu granata. Kur erë vëllavi, s'pe njofëm, a 6 në qarë, po kishë damtu unë. Erë vëllavi vetë, se nadi tha Sali. Qysh be Sali, po. Për me vërtetu që janë Sali, në gjep të asaj setrës, e kish pas një vjersh, një poezi, që ka shkru vetë për u që kënë.
edhe në zërë ta qek kjo është. E kemi marrë, kemi varros me livadhë. Të nesërmen poezi u qykëja, dhe më thonë, thjesht poezi për u qykën. Edhe mirë më kujtot atë natë tash. Kjo është dëshmori ma i ri i fshatit. I kemi varros me një abar liva që ishë pjesë ma botës, që është ratanat e luftës. Të nesërmen përsëri kemi dalë në atë pjesë. Zakonisht natën nuk kanë sulmu forca serbe. Kërkon, interesant. E kanë pas frikë natën kur, vetëm nëse kanë gjuhë në i gjujt e kështu, zakonisht edhe me dë raketa ndrequse se natën s'kanë marrë ofenziv, kërkon. Nesën përsëri në mëngjes kemi dalë heret, kanë arë përsëri forca serbe. Është mohabit sa granatët i kanë gjuhë. Për gjitha anëve. Ju kam dha urdhën më tërhik, mrapa. Pjesën e mrapa, më këna pas gjithë lirë, ka qenë fati jonë, qështu ka qenë pozita. Kur kemi shku me një pjesë, po pa u tërhik, na vetëm na kanë dalë gati në tjetër anë forcat serbe, me tanë ka ato kallë shpia, janë ungjë me një farveni aty, 3-4 ushtarë, edhe kanë gjuhë me përshkëm të relez dhe me snajperka, edhe kanë rogë këtu një ushtarë Shabani Balli, 27 vjeqarë. Një tjetër kushtrimi Ramiz Kelmendi ish plagos këtu, gjak i shkëki, thanë Shabani vra. Tasha është vra, a dini që është vra. është dashtë 3 herë kam tentu rreth një murit, me shku me tërhjek. Edhe gjujshin se si pashëm tash se shpia të shpesh dhe të gjuh pi kulma, pi janë futë sërbët. Edhe të vrapu me shku 100 metra i raki me ngajt rreth një murit me guri, edhe spirat e gurit më kanë rakë të. Jam për gjak, edhe kur u dashki më këthy. Po më thoi në shtartë, o komandant është vra, hasha dini që vra, është vra, me një fjallë ka dhanë shpirt, e kanë po janë tërhik. Atëherë, hecëm në Met Shabani. Me një farforme ishte për neve një lloj thymje, sepse më në Met ushtari nuk ish mirë. Nuk kanë tentu as me morat natë, shka më interesant, nesit e kemi gjetë edhe një polis, ushtar polis, dhe më thonë, e kemi gjetë me një kotest pulov, që ka dhanë shpirt, kuptonë, se të regova aty, s'kan dita ka mja majtë, e kemi gjetë nesit, dhe më thonë, dhe kemi lanë shtë ata kanë marë pëstaj, se kanë pas farë problem. Atë ditë, të regove i thash ushtarë më tërhik, po tani ka met me mu një Arben Çollaku, në shpatull plumin e ka pas. Edhe ai ishtë në zanësimi. Gjuj, thësh në ben, gjuj, se dashki mu më mbullu mu ati. Po, thë ki po më dhanë e jasë për gjuj. Edhe një dhamër Kadri Berisha ishtë me mu, Jusuf Lumi, Petrit Presheva, edhe dëshmori kombit qëra ma bënë Sadek Gurazio. Edhe më tërgun që ka dhanë shpirë që bani, u tërheqëm. Në dha në urdhen me shku, se më tërgove ju vra majore aty një, të një më sa më ishin me livru tokën me një fjallë. U dash më tërhjek me shku një avur ku e kishtë në bazën në komandën e batalionit, një skuadrë i lashtë e zekalt, distani me një 2 tramatoshtarë. Për Shabanin, që në Met pa tërhjek, bukur shumë u demoralizu. Si shumë mësuna me la ushtarin. Mas lufte, në korrekt natë e nanës, është gjithë Shabani me një varez masive në fshatin Sopi të Soarekes.
edhe dobësitë e mikut edhe të mira do të mi përmend nga njëra këtu. Qysh është dhe vra, ka pas këtë pjesë, nuk e këshin pres keq, qashto me uniform qysh ka qenë. Kanë qenë varez masive, ku kanë bën një masaka, ne dhe Shabon e kanë qenë. Me simbol të shkruajmë këtë e kena gjetë dhe kemi varros korrekt natë namës. Një muj që kry lufta. Në heq një barë e ranë që e gjetëm Shabon, dhe më tha, nuk e kje mas një dëshmorë, dhe më hanë gjdo në atë këptim. Pastaj, me 16 prill, nanën ka ra e Sadri Goraziu. Në ditën që ka ra Shkelzen Haradinaj, nga Glagjane, se më kujtohet kjo, dhe më thë me 16 prill ditë që ka Shkelzen Haradini, ramin edhe Sadri Goraziu ka pas, e ka kry ndrimin e rojës, edhe ta në shtab, gjush në granata, për gjitha pjesë një javor, kara granata dhe është dhe vra. E kemi varros në Kleshk, se isha e pjesë në kështu. Me 23 maj, ka qenë një njep i fshatit tonë, Sahit Tigjaj, ka shku në Bajrak. Bajrak ka qenë Kodra quhet Bajrak, ku është drojës me Tjashari, me shumë dëshmor tjerë. Që të ku jemi plagos, na kanë pas një bazë forësat e shkive, serve aty. Po atë bazën e kanë pas me municion e u largojshin pjesë ma larga, kupton ditën. Ka shku Sahitja u ka kallë bazën. Dhe për shumë, se Iraki pjesë një 2 kilometra, kështu vje ajrur për shumë tem flakë. Po të regunin të në ka kallë Sahiti, ma e nata nanës. Ishtë me një pjesë të Mucatit, një të ushtarës, edhe thash, i qova fjallë mas një ushtarë, toj Sahitit hajde, kam, në shtab një erdhe. Thash, qysh bre, një pash me shku atje, shka me ba, thash, po nuk bane bre, thash, se këj mujtë më vra, kupton. Thash, ma mës me shku. I thash, kime nejtë këto një vorë. A i dajnë, ata i këtë gjithë. A qëka i bre daj, tha? Atje ku kishin togun me një lagjet në Mucatit. Tha, shka veç mes me shku atje. Tha, kuj, si kur ti thash në shka. Mas 2 dite, për sëri kanë shku, me do ushtar, edhe me siguri kanë ru, është vra Sahiti. E kanë tërhjek. Sahitin e varasëm edhe Sahitin Kleshk. Me 5 qershor u futën forcat serbe të Zekolt. Një skuada ishë aty. Edhe janë tërhjek ushtarët që e skuadër kanë dalë në pjesën e Mucatit, vllavi Destani ka shku të dajt në Kravasari me i pa familjen. Ka arë natën, kur ka ardhë, e ka po në hymjet lagjes tankën, ka orë ka 11 natës. Edhe ka ditë që kanë futën. I kena pas në një shpi, si kulla të ka pas marrë vllavi Bislimi, po ka pas ujë, dhe me thonë, ka shku nalt në Kodra, ju ka nalë ujnë. Se ishë në futë në bërë, ta i ka pa. Edhe në do pjesë tjera, edhe ka shku nalt në atë lagjën ku janë ka të ushtarë, kanë thonë, shka o bon, kanë thonë, janë futë. E ka marrë një minë atë tankë. Edhe ka qitë për mi lagje. Nesit, me një ushtarë në Zmilumi, kanë dalë me një pjesë si Kodër edhe me pa si mi porosit autoblinda për pjetë edhe ka ra komplet me skadrën. Ato autoblinde kem tash të lapidare atë në blacë. U tërheqën, iqën për lagje. Ka drejtë Çollaku, ishte një javor, ushtari, 18 vjeçar, edhe Sadriu ka qenë 18 vjeçar.
kërku ndihmë me shkuën te lagja e Ngucatit, ku ishte një tëg, edhe që do shtarë si ma përgatitun. Kadriu pa ata du me shkuën, jo, thash s'ki me shku ti, rreqito. Jo, du me shku, thash s'ki me shku, unë nalë. Nuk boni gjësore, po të një ushtarë, thash shkoj Kadria, kumbre shkoj ta Ngucat atje. Atë ditë kanë luftu ball për ball me forca serbe. As 10 metra si ka pas në përmal, janë fut kamësori. Njëjtin rast si Shabani Kadrin. E kanë tërhjek. Edhe e kanë sjell një avurë, tha në vra Kadria. Ka bisedu ma heret, tregohë kur është vra vllau, kam knu me qifteli. Kur është vra, 3 ishtë në zanësit e mi. Salik Ermeni, 16 vjeqarë. Sadregura Ziu, 19 vjeqarë. Edhe Kadri Qëllako, 18 vjeqarë. Nuk kam mujtë me u përmbajtë. Si këtu që s'mujta me u përmbajtë. Kur se arrej, kur këm shku me dha lajmin të nesërm për Salihin, nana vetë që është gjallë sot, një malsore, tha, Zenel, tha, zban mu kështu, tha. Ti tha dhe vllavin e kë dhanë, tha. Tha, unë gëzohnë që kanë djallë. Që ka ra për këtë tokë, edhe pse i ri. Kadri Qallaku kur është vra, kanë qenë ato grykat e Drenicës në Kleq, kanë disa gryka shumë që ka pas banorë, mbi 5-60.000 banorë kanë qenë. E po unë Kadrin të shtabi një vurë, i thirëm, e që vë një shtarë me thirë prind, i dishëm se janë prind të vetë në tenda ma por, dikon. Kanë ardhë, basi Shaban, në djestë pas, ka dek para 3-4 mujve prindi i Kadriut, ka ardhë me grue, me qika me motra. Kur se harroj, e kam skenë para sëve, kur ka ardhë nana Kadris, edhe pse e re, si nanë e re. 40 vjetë, si ka pasë më shumë dhe bas Shaban. E ka shplu, ka qenë këtë pjesë Kadriu. Aso s'kena vetëm në i regjistori fort në ta filmat e Shqipnisë. Qëto herë për neve ishte pakeron që është do të reagojnë. Kërë kemi shplu ta shplone, basi Shaban djesë pastë. As një pik loti, bindu. Di ka thonë jo di fjallë e mërë djallë jam. Gruja bas Shaban, nana Kadriut, kur se harroj. I dretu me fjallët, o i miri nanës. O i miri nanës tha, kur ma të mirës të kam pa.
kemi hypë me një traktor. E kemi shtrinj Kadriun me një dyshek, i minis për kleshk, një gjysore me traktor. U bona i dëpt. S'kam mujtë më nalë dhe atje, si tash lot. Ma tërheqin vrejtin bas Shaban. Edhe nana Kadriut. Ma zinel se s'ban kështu. Po as atëherë, as tash, kur s'kam kajt, apo s'jam ligështu nga dobësia personale, por 99% nga krenaria. Sepse ne si shqiptare e kem tradit ma shumë kajmë nga gëzimi se nga idhnimi. A keni patin edhe djallën kërë marton qarnë, apo vajzën, në të kuptimin e gëzimi. As atëherë, as tash nuk kam kajt pse në vranë. Por kam pas emocione edhe tash nga krenaria e madhe që kemi pas kësa djemë. Kadriu vra me 5 qershor, me 12 të kry lufta, 99. Iraki, një javë pa u kry lufta. Sot që përbajmë këtë intervistë është 4 qershore, nesër është 5 qershore, ka 26 vjetorin Kadriu. Unë jam shumë krenar për ata djemë të fshatit Bllac. Edhe gjithë të saj rrethini, edhe të komplet të batalionit. Unë diku 9 fshatre kom pas në komandë, Bllac, Duhel, Ngucat, Temeqin, Bellanic, Javor, Lozhnic, Dug, Karaqic. Mbi 300 ushtarë janë ka të batalionit. Po shumë interesant se ka qenë karakteristike gjithë Bllacës kanë ra. Të fshatit Ngucat kanë ra në Griqef, ati ku ka ra thash me Metlumi, po jo në atë pjesën e batalionit, gjithë Bllacës, shumë interesant. është ba një luft në Bellanis një tëg, ushtarët Bellanis me se ka shku po pëllata nga një prilli natë nanë për Shqipni. Kanë luftu 2 muj ditë, mur me mur. Janë plagos, ushtarë për së është dëvra, fatmirësisht kërkush. Aq mirë kam kalu me ata burra që s'kam dështë as shprehje, as mirënjohje për ta. Tregova që nuk du me qenë shumë modest. As njëherë nuk kam zënë veten as sot ma i ngritur se as ushtari ma i thjesht. Gjdo kun jam ko me ta në për aksione. Pas vrasjes Bislimit, komplet shokët e batalionit janë mundu më në kursy, në të kuptimin edhe shpesh ta ishin rrët, vritëm dhe na dikush. Po nuk jam ndalë, edhe vetëm e kam pas si përgjegjësi apo si emnim komandant i batalionit. As njëherë, as atëherë, as tash nuk e kam ndi veten më të privilegjum, për kundrazi
e kam ndim më përgjegjës për kohën që ka qenë. Aksionet si kam përmend gjitha, sepse shkon gjatë, po në përgjithësi, kështu, po du me cek edhe një, Tahir Sinani, komandant tropoja, ka në Kleshk, ka fillimin nëndorit. Edhe ka udhëheqën njësinë speciale. Një kompanik njësi speciale në Kleshk, edhe në kohë shtabit përgjithshëm të brigadës, 121 Komanova. Me 8 janar, para 8 janarit, 99, ishte si armë pushim. Për Misuarek që utë një vend Biraq. Kanë shku 2 ushtarë, Jusuf Lumi dhe Shefket Zekolli, kanë shku me mikëqyr pozicionet edhe kanë hasë në pozicione të policisë dhe ushtrisë serbe, që i kanë pas istikamet. Po i kanë lëshua të istikamet dhe kanë dalë një 300-400 metra ma poshtë. Mbi Suharek janë do pishën nëse ki qena nej. Edhe edhe po më tregojnë ta qështu, doj me marrë një aksion. Ishte si jarën pushim. Thash pa tjetër. Edhe i tregum brigadë që komandant brigade këna pas Haxhi Shalin, i tregum që doj me marrë një aksion. U dashkë me dalë në rrugë, me zonë, magjistralen prezident Prishtinë. E kem tha një oficer këtu ka ardhë, i Shqipnisë, tha ban me arë me juve. Po, mërë në tjenë. Ka ardhë Tahir Sinani. Ka ardhë në shtab Mrami, i kishë marrë edhe disa ushtarët, jetë njësi speciale, terenive që ishë përgatitur. Nuk i kemi dërgu kërkoj. Se ka njëherë, janë disa sekrete ushtarake që do të me imajtë, se kemi tërgu ushtarëve që do të marrim aksion. Kanë ardhë atë natë edhe i kemi caktu ushtarët kush ka me shku. Kanë me shku dikon. Në 2 natës janë nisë. Dimen, borë, deri këto, 8 janar. Prej blase e pjesë e dulës kanë shku mrapa edhe kanë zatë pozicion. Për orës 2 natës deri edhe 15-11 aty kanë qëndru. Dhe me thonë ka qenë sistemi rrugës edhe që aty në 3 metra kanë pas me gjuhën. Dej kanë ardhë Pisuarekës, Niva, Autoblind, Pisgoer, për pjetë me arë për duhël, edhe aty një kanë za prit në 15 një majtë dhe më thonë, që kanë metë në borë. Ka qenë aksion që i ka dhe johën gjithë ka. Unë me ushtarë tjerë, i kemi zonë pozicion, me komplet i kam që heret me në gjesë ushtarët e kompanisë, dhe i kemi zonë pozicionet në himjet fshatit që mos për në vinë prej duhle, pa e ditë ata, unë ishë në tje krismat, mortaja, gjitha. Qka u bon? Thoshtë nëse ti. Edhe Tahir Sinani dhe ka emisionin që fatkeqësisht para një muje e kanë hupat në YouTube. Se futën kësi hakera edhe Serbise. Edhe aty Tahir Sinani thëtë pushkën e parë edhe frikën që e kam hek për me luftu, e kam hek nga djemt e Bllacës. Aksioni parë, edhe fletë për mu, edhe bili fletë se unë edhe humor bajnë shumë. Unë, kur flasë për lufte, për këto, gjithë shka shka flasë mirë, kam emocione, se bajnë humor shumë që mësë me kujtu ato. Edhe thëtë pushka partët, e kam mësu nga djemt e Bllacës. Edhe kemi pas shumë ma abet me Tahir Sinani. Biljadit, kër i kam thonë, për një komandant pas aksionit, kemi shku të një në Kleshk dhe ma dhanë mu Fatmilima, ma dhanë një M48 si dhoratë, se aksioni ke shumë i sukseshëm, kush s'është
plagosës, që forca serbe kanë met. O ka një Miloš që ka posem një Sarekës, ka mot merë në tonë, a e thej kësëm vret pushka shqiptarët, a dit është vra Miloš, e shumë tjerë, shumë Miloš atjerë. Ta një pa të në bon protesta, gratë serben Sarekat ditë, edhe unë kur i thash për një komandant, tha ja, tha, unë tha e moshtar, tha, ti për mu je general. Edhe deri Karaq, në të të general më thaj kësë. Tahir Sinani, pastaj ka qenë taman një ushtarak që në kam su që kanë kuadrate, që kanë këtë. U kry lufta. Se këto metaborgjë, tash pa e përmen këtë pjesën e Tahir Sinanit. Përfundoj lufta. Gjithë ishin të djegur, të raskapitun, si populata, si gjithë. Kohën e fundit, kuzhinjerë që zishin thjesht në lloj çorbe, e kemi angazhu në javar mullinin me ujë, e kemi angazhu edhe kanë punu 2 plesht Bllacës, Ramadan Hoxha dhe Sejdi Suka. Me gjenë Sejde ka rogë granata, kur kanë gjuhë se kanë lypë mullin pis larti. U dash keme shku në fshat me marrë granë, kallamaqme me i përzi, për ushtarë popullat, je ka hik pjesën e kokës. Qa që i fort me gja Sejdi, je ka hik pjesën e kokës, kanë qunë në spital në Bagarush, hanki pasol me lukë, trunt edhe thejki mos pimuna juve. Ka vdek ban, mas lufte, qa është burat fort. Edhe Ramadan Hoxha që kanë punu. Për 3 muaj ditë, komplet brigada 121 ka pas afer 100.000 banor, komplet që imi ka trotekun. Fatmirësisht, s'kan mujt me dëpërtu, nuk ka pas as një masakër. Në fshat ton kem martir që janë vra një familje në Korish, ku i ka ra natë të shku për Shqipni i ka ra, edhe 1-2-3 vetët që kanë ra në mina, kështu që kanë, dhe më hasë kem masakra në fshat, nuk ka. Fatmirësisht. Përfundoj lufta, u shkepëm dikush në Prizren, dikush në Sarek, në përshtabe, to që kësë. Unë fillova punë në shef shtabi në brigadën e Ravecit, 1 vit. Pastaj 3 vite kam qenë komandant i brigadës në Sarek i Tymikës, edhe 5 vite kam qenë komandant i gardës në Prizren. Me transformimin e Tymikës në FSK nuk konkurova. Sot punoj në Ministrinë e Infrastrukturës, prej 2009-ës. Mirë në me folklor, e kam hobi, edhe shkruj, kam shumë këngë për dëshmorë. Kosovë, gjitha viseve, se unë nuk i ndaj krahinët, absolutisht. Për mu, kur flitet për Blas, si me fol për Prekaz. Kur flitet për Glogjan, si me fol për Blas. Dhe me thonë, nuk i ndaj krahinët edhe ajo më pengon shumë, jaja krahinja kjo. Sepse ato pjesë të rafshit Dugagjinit i kam shkel kam që të tregovan nga Kralani dhe në Tropoj. 1.000 ushtar kemi shku me një korrik prej Glogjanit rreth Sukës Babaloqit, nëse e dini, kanë qenë forcat në atë kodër, e na për ju një keja si që rrasë zogut. E mi këty prap Glogjan.
aty në shtab kemi ngrënë buk në kanë përcjell. Kjo Kosovë ka që vogël nevojtjet mëdha. Fatkeqësia jonë është që kemi dalë krahina. Po fatmirësia jonë është që këtë herë u luftu në thuja të 90% pjesëve të Kosovës. Në kohën e lidhjes Prizrenit, Avdil Frashin e kanë dënu me burg të përjetshëm, kurse Sulejman Vokshin me varrin letar. Fjalën e fundit, Avdil Frashi thatë, do t'isha njeriu më i lumtur nëse një ditë apo brezat e ardhshme do ta vlerësojnë kontributin tim për atë dhe. Sulejman Vokshi si malsor thotë, edhe 100 jetë, jo vjetë por jetë, edhe 100 jetë po t'i kisha të gjitha do t'ja kushtoja atë dheut për liri. Po ta kthejmë në anën tjetër të medaljes, fatkeqësisht që kem edhe gjak prishur, nuk janë shqiptar ata. Një shkrimtar, Skënder Luarasi, shqipnisë thot një fjalë, një thënie të fortë ka. Popujt e botës krijojnë apo marojnë heroj prej balte, prej lloqës se s'kan. Vetëm ne i gjuhëm herojt tanë me baltë. Fatkeqësia e madhe është për neve kur i dojmë dhe i nderojmë njerëz vetëm kur na vdesin. Kishte me qenë fatmirësia ma madhe jonë me i dash njerëz kur i kem afër, kur i kem gjallë, kur i kem pranë vetës. Edhe për ata jemi ku jemi sot. Burrat më të mirë t'i veni, sot i kem të burgosen në Hag, që 26 vjetë mas lufte, sa djemt në kanë burgos, sa në kanë vratë ratisht. Si rasti aty në djemve në Kumanove, shumë raste tjera, që shka qenë Ramosh Haradinaj në Hagë, Fatmir Limaj, ta tjetë Hashim Thaçi, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, mos t'i përmend një gjithë, po kur e përmend një si mi përmend gjithë. Uroj dhe shpresoj që populli jon, kombi jon, t'i vlerësoj veprat e popullit ton, sepse o që kjo nuk është e imja. O që kjo është burim i këtij populli. O që kjo ka dalë nga ky popull. Aq sa është që kjo e imja, aq është e jotja, aq edhe çdo shqiptari. O që kjo nuk është institucion as privat, as personal, por është institucion kombëtar, është vlerë kombëtare. Edhe pas kohës së Skënderbeut, asnjë ushtri apo institucion nuk do të ketë vlerë më të madhe se ushtria çlirimtare e Kosovës. Sepse ne kemi luftu që të lirohet kjo tokë e shkelur ndër shekuj, edhe që breza që do të vinë e jo që jini, ta gëzojnë lirin edhe mbës shohin ka mban miku kur në këtë tokë.